Po tani pas një muaj pritje dhe asnjë veprimi konkret nga ana e atyre që na premtuan që do ndërmarrin masa. Kemi filluar në mobilizimin e studentëve, ta kemi parë me studentët të universiteteve të ndryshme në Universitetin Nën Tereza dhe tani do fillojmë edhe me takime në universitetet tjera shqiptare për të mobilizuar jo vetëm studentët e drejtësisë, po edhe studentët nga drejtimet tjera. Përkraja ka qenë shumë e madhe në sa kemi parë deri tani, jo vetëm nga studentët, por edhe nga profesorët, edhe nga njerëz të njohur në publikun tonë. Ende nuk e kemi të sigurt se ku do e mbajmë fiks protestën, po me shumë gjasa do mbahet në Shkup. Derisa nuk plotësohet kërkesa jonë, siç e kam thënë më herët, nëse për Ministrin e Drejtësisë kjo çështje ka përfunduar, të cilën edhe një herë kërkoj të reflektoj, por ne kjo do përfundojë në momentin kur provimi i jurisprudencës do mundsohet edhe në gjuhën shqipe. Për këtë arsye do jemi në rrugë derisa të plotësohet kërkesa. Edhe një herë do shfrytëzoj momentin të ftoj të gjithë kolegët tanë nga fakultetet të ndryshme, të gjithë eksponentët politik, të gjithë njerëzit civil të shoqërisë tonë civile, të bashkohen protestës dhe ta bëjmë sa më të madhe. Kjo nuk është vetëm protestë jona, por protestë për të ardhmen e këtij vendit.